Momentet me ri në një bar, këngëtari goditet nga rryma elektrike gjatë një performance. Një moment i frikshëm është regjistruar në një bar në Lima të Perus, ku një këngëtar është goditur nga rryma elektrike gjatë një koncerti live. Mediat e huaja shkruajnë se bëhet fjala për Carlos Suarez dhe incidenti ndodhi kur ai po kapte mikrofonin për të prezantuar grupin Mi Mayor Amico Scott. Në rrjet janë bërë virale menjëherë video të këtij momenti ku këngëtari shihet duke marrë mikrofonin, por në vend që të flasë ai fillon të bërtas nga dhimbja dhe më pas rrëzohet në skenë. Spektatorët pranë skenës dëgjojnë duke bërtitur ndërsa situata shkaktoi panik mes të pranishmëve. Falë reagimit të shpejtë të një inxhinier i zëri dhe një muzikanti nga një grup tjetër, të cilët shkëputën menjëherë kablon e mikrofonit nga priza, jeta e këngëtarit u shpëtua. Suarez u dërgua me urgjencë në spital ku u trajtua për djegje. Këngëtari vendosi më pas të reagonte përmes një video në Instagram, duke i qetësuar fansat dhe miqtë e tij. Ai tregoi se ndodhej jashtë rrezikut për jetën dhe shpjegoi se goditja elektrike e paralizoi për rreth 7 sekonda dhe se mikrofoni i ra në qafë, duke i shkaktuar 2 djegje të shkallës së parë. Ajo që ndodhi mund të kishte pasoja fatale, por për fat të mirë ja mirë. Kam disa djegje në qafë, por nuk kam ndërlikime të tjera shëndetësore, u shpreh Suarez. Këngëtari e cilësoi ngjarjen si një përvojë shumë traumatike dhe theksoi se dëshiron që incidente të tilla të mos përsëriten në mënyrë që asnjë artist tjetër të mos kalojë atë që përjetoi ai. Ngjarja ka ngritur pikpyetje mbi sigurinë teknike në koncertet live dhe rëndësinë e respektimit të standardeve elektrike në skenë.